Një fenomen shqetësues me të cilin përballesh sapo vendos këmbët në ambientet e qendrës spitalore universitare Nën Tereza është denoncuar prej ditësh nga CNA. E treguar me foto dhe video ditë pas dite, CNA tregoi qartë sjelljen e papërgjegjshme të qytetarëve të cilët janë kthyer në ndotësit më të mëdhenj të hapësirave publike në spital. Në pamjet e publikuara shiheshin cigare që hidhen nga dritaret e spitalit, shishe plastike dhe plehra të shpërndara para urgjencës dhe përreth, ambiente të cilat duhet jenë shembull pastërtie dhe sigurie. Sipas këtyre denoncimeve ka pasur një ndërhyrje nga institucioni duke pastruar ambientin përreth, duke hequr bishtat e cigareve dhe mbeturinat të shpërndara në çdo cep. Por problemi kryesor nuk qëndron te pastrimi dhe heqja e mbeturinave nga sanitaret e spitalit. Çështja është që qytetarët mos të kthejnë sërish ambientin në gjendjen e mëparshme, ku më shumë ngjanin një landfilli. Qytetarët duhet të ndërgjegjësohen gjithashtu se qëndrimi i tyre grupe në spital pranë pacientëve apo familjarëve të shtruar bëhet shkak për një vatër infeksioni. Zhurma dhe rrëmuja e krijuar brenda spitalit mund të rrezikojnë shumë herë edhe jetën e pacientëve në gjendje të rëndë shëndetësore. Një tjetër fenomen shqetësues dhe skandaloz është pirja e duhanit në ambientet spitalore, përfshir infermierët dhe mjekët. Ndërsa në Shqipëri ka një ligj që i ndalon ata që pijnë duhan në ambiente lokale, edhe për këtë duhet të ketë një shtrëngim ligjor.